Në qytetin e Gjakovës të vendi i quajtur Pazari është rënuar ish objekti i cili që nga pas lufta kishte shërbyer për disko. Gjatë rënimit të këtij objekti ishin dhe inspektorët e komunës së Gjakovës, nga i cili është marrë edhe vendimi për rënimin e këtij objekti. Drejtori i inspeksionit të komunës së Gjakovës, Mentor Sulmetej, tha se ky aksion është bërë në vazhdim për lirimin e hapësirave publike. Kemi filluar me liru pronat publike, edhe me ky destinacionin kështu siç ka qenë tregu i gjelbër. Pas afatit që kemi hap shfrytëzuese pronës komunale, nuk e kanë larguar me vetë iniciativë, kemi filluar si kuvent komunal me pasur. Ndërsa drejtori i shërbimeve publike në komunën e Gjakovës u shpreh se vendi i cili është liruar do të bëhet për hapësira që do të përdoren për tregun e qytetit. Ka qenë pazar gjithmonë, edhe dikush po thotë po kthehet nostalgjia, po thjesht është edhe nevojë e qytetit që ta kemi një treg në qendër të qytetit. Dhe ideja dhe projekti i bazë është që në këtë hapësime ku janë duke rënu këto objekte, aty të jetë tregu ditor dhe ndërsa kjo hapësina tjetër të jetë hapësinë e lirë. Ndërkaq zyrtarët e komunës thanë se do të vazhdojnë të pastrohet pjesa e tregut dhe në ditët me vijim. Disko e cila është rënuar është pronë e komunës dhe ndërmarrjes së pastrimit qabratit.